Hetimet për vrasjen e turistit portugez Luis Miguel Varela Mendes në Ksamil kanë zbardhur një dinamik më të gjerë të ngjarjes, ku sipas të dhënave të deritanishme përfshihen klient, kamarier, truproja dhe punonjës policie. Për rastin janë arrestuar 11 persona, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. 21 vjeçari kishte ardhur për pushime në Rivierën Shqiptare me një agjenci turistike të huaj, si pjesë e një grupi të rinj nga Portugalia dhe Franca. Konflikti nisi në klubin e natës La Guere, pjesë e kompleksit Principotes, dhe dyshohet se shkak ishte një vajzë. Sipas të dhënave të hetimit, David Huertevent ishte personi që u konfliktua fillimisht me turistin dhe e goditi me grushte. Më pas në përplasje u përfshin edhe pjesëtar të stafit të lokalit. Hetuesit dyshojnë se Sokrat Lipan, alias Vata, e ka nxjerrë 21 vjeçarin jashtë klubit drejt shezlloneve të beach barit Paradise, ku më pas se ka goditur me thik për vdekje. Para grupit hetimor, Vata ka dhënë një tjetër version për armën e krimit. Ai ka deklaruar se thika i përkiste turistit portugez dhe se gjatë konfliktit ja kishte marrë nga dora. Ky pretendim po verifikohet nga hetuesit në kuadër të rindërtimit të plotë të dinamikës së ngjarjes. Pas krimit, Vata dyshohet se është ndihmuar të largohej nga Mojsit Matushaj, efektiv policie që punonte gjithashtu si truproj në kompleks. Sipas hetimeve, Matushaj e transportoi me automjet deri në qendër të Ksamilit e më pas u kthye në lokal. Vata ra më pas në kontakt me 2 shtetas turq, Nuh Mamotoglu dhe Ezgi Perlak, të cilët po e transportonin drejt Tiranës. Ai u kap 5 orë pas vrasjes në Levant të Fierit, i fshehur në bagazhin e automjetit. Në kërkim janë David Huertevent dhe pronari lokalit Bekim Bulica, ndërkohë kamarierët Sergji Selimi, Erviz Bunci, Ildit Sekani dhe Murat Zhabina akuzohen se janë përfshirë në dhunimin e turistit. Hetimet përfshin dhe punonjës sigurie që ndodheshin në lokal dhe dyshohet se nuk ndërhyn dhe nuk njoftuan policin. Mes tyre, Luciano Seferi, punonjës i policisë së burgjeve në Fier, dhe Romeo Shehu, polic bashkiak në Gjirokastër.